Për fëmijët normal, tash me fëmijët pak kanë dëshirë, shembull, babi vikend, apo shkojmë këtu, apo shkojmë aty, a bash vikend, ne nuk qillojmë në shtëpi. Si për shembull, qysh e ceka pak më herët, shembull, as nuk mundem me qillu as në për mbledhje prindore, shembull, që duhet herë më konën patjetër. E shembull, bashkëshortja, sa shkon te ajo, ajo po. Jemi, shembull, të kuptueshëm, e kuptojnë edhe ata, fëmija tash mu janë rrit, e kuptojnë këtë sen, unë mundohem m'ja plotësu dëshirat ata që i kanë, edhe kështu që ka disa mujtë që s'kemi angazhime, mundona mi plotësu ato. Gjatë asaj kohë, po themi ndoshta me e plotësuat mungesën që ka qenë ndër muajt e tjerë. Kjo është domethënë, po, sido që tjetë, inshallah Zoti letirun krejt fëmijët, familjet, edhe mirë kuptim. Patjetër, mirë kuptim. E rëndësishme është që pas këtë hasë një bashkëpunëtore e cila po e njeh ka si profesion edhe e ka mirë kuptu gjithë këtë punë që ju e bëni, sepse në fund të ditës është një punë që kërkon sakrificë. Jo vetëm personale për net pa gjumë, sepse përmendet pak më herët që ndoshta janë net të gjata pa gjumë, meqense natyra e punës e kërkon një gjatë tillë, por që edhe këto mungesat janë dhimbshme po aq edhe për juve. S'kemi që me bëjë që shto është puna, nëse shembull, sidomos kjo puna jonë, profesioni jonë, shembull po duhet të jetë aktual, sidomos që të jetë shembull, duhet me prodhu sene mirë, keq, shembull, ata që na ndjekin, shembull, tek funit edhe me thonë nuk e pas ka bo mirë, su pëlqeka që kjo, po duhet është me rëndësi mu flitë, do më thonë... Të jesh në qendër të vëmendjes së fansave së publikut, sepse në fund të ditës vetëm kështu qëndron të jesh i kërkuar. Nëse dënë që të punojsh, nëse ke dëshirë që shembull me që me shku në dasma, një vjet, dy, shembull mo nuk thirë kërkush se harosh, ashtu ka orë kuha, ka ndalë shumë artista, fatmirësisht, apo fatkeqësisht. Po e ndjeni këtë konkurencën që ka ardhur pikërisht me artista të shumë? Une, po flasë për veti, po e rongion që jena, që sa kohë jena në skenë, shembull, ne me një dastëm që shkojmë, me një familje që shkojmë, nëse kem kalu mirë, ka shumë raste, shembull, u feju, martu, shembull, ka thirë mu, kam qenë, tash, shembull, ka edhe asi raste, shembull, edhe djalin e ka feju, thot, Aziza e ma men që ke qenë para kaç viteve të une, kur jam martu e tash, ajo është, shembull, kanë kalu mirë edhe nuk në ndrojnë, por, a kanë diku pak se, shembull, del një artist apo një këngëtar, ka dëshirë me këndu, i ka kushtet, këngëtar apo këngëtare, i kanë kushtet apo sponsorat e vetë, e bojnë e këngë që ndëgjohet sezonale, do shta ta merë në darsëm, po të banë dëmë shembull një sezon, mandej, se ka dhe si raste, shembull e patun filonen, na ka shgënjë, se shembull du të me ditë renin e darsmës, shembull ka ren, si shtë ke një kolegi jemi, s'po du t'i se kime emna, shembull, kongën e mëram me qitë parën edhe ajo nuk banë, ose të parën të mëramëtën, e shembull do të me pas një reportar të mirë, të begatshëm, ku do të shkoj shembull në për këto treva tona që janë, edhe pse ka dalime shembull në për treva tona, shembull, jenë Ferizaj, apo në Prishtinë, apo në Gilan, apo në Prizren, shembull, duhet me ditë çka dojnë, ose në Gostivar, Gostivari, shembull, po, krejt ndryshe ka, shembull, po, edhe na mundohemi ata, po, tash, ajo periodit që kem qenë motiko, e dim pak sistemin se qysh shka. Pa tjetër. E përmendëm pak më herët që për të qëndruar, po themi, ndoshta në treg, nëse guxoj ta quaj kështu, sepse kjo industri është din tjetë e brashë, siç u përmend pak më herët, duhet patjetër që të jesh në hap me kohën, me produkte, po i quaj produkte, apo me këngë të reja, projekte të reja, kështu që të i diskutojmë pak pikërisht këto materiat. Po, unë zakonisht shembull para sezonit vitit ri,
si gjithmonë shembull këto produksionet na thrasin, Po. ndaj potpori apo ndaj